Mirë se erdhe dhe një herë në Reze Dielli, në studion tonë, sot kemi një artiste, cila edhe pse nuk është shqiptare, e pëlqen shumë muzikën tonë, kulturën tonë, është martuar këtu në Shqipëri, jeton, ka mësuar gjuhën, do të ndajmë shumë çka rreth, le themi, tipareve kulturore që ajo shpërndan përmes zërit të saj, këngës edhe kulturës. Është martuar me një bashkëshort i cili ka lindur në Shqipëri, por edhe ai ka një origjinë të huaj. Sot bashkë me ne për ta njohur më shumë, për të gatuar, për të kënduar, sepse kemi njohur më shumë të interpretoj këngë edhe në anglisht edhe në shqip, këngët e Vaçezelës, ikonës muzikës tonë, me ne në studio Sara Pejman. Mirë se erdhe, Sara, kënaqësi që të kam këtu. Shumë kënaqësi. Ti ke folur shumë për muzikën, ke folur shumë për Shqipërinë, për mënyrën se si ti po jeton këtu dhe po, le themi, gëzon martesën tënde. Prej sa vitesh je martuar në Shqipëri? Prej 2 vite gjysmë. 2 vite gjysmë. Ti je me origjinë të përzier, apo jo? Po. Më thuaj pak për origjinën tënde. Jam lindur dhe rritur në Angli, por mami është nga India, babi është nga Irani. Por burri im është me origjinë gjermano-iraniano, por është pak a shumë shqiptar. Kjo përzierja multikulturore, sa të ka formuar ty si Sara, si artiste? Unë jam shumë një mix. Unë ndjeja shumë britanike, sepse jam rritur atje. E njohet dashurinë në Angli, apo jo? Ku njohë me Naimin? është një historia pak e gjatë, por kemi takuar në fakt në qendrën botërore Bahaj, që është në Haifa. Por pastaj u njohim më shumë në Cambridge, në Angli, sepse Naimi ka studiuar në Cambridge. Dhe unë jam rritur në Cambridge. Dashuria të solli në Shqipëri, por muzika të mbajti këtu. Kështu ke thënë ti në intervista të ndryshme. Je me profesion dentiste, apo jo? Po. Por me një pasion për muzikën, për kitarën, për këngët. Si u gjetë ti tek muzika? Në fakt, kisha një pasion për muzikën për gjithë jetën. Që kur isha e vogël, kam kënduar në shkollë, në kor, por nuk e besova që do ishte një karrierë. E kuptova që është vërtet pasioni shumë e madh për mua, sepse për një vit nuk punoja si dentiste, sepse po prisja për letra, për dokumentet. Dhe fillova të këndova dhe postova në rrjetet sociale, në YouTube, në TikTok, këndoj këngë të Vaçezelës. Pse zgjodhe pikërisht Vaçezelën? Kush të njohi me këtë artiste, me këtë ikonë të muzikës tonë? Në fakt, Naimi ishte në gjenie e vogël dhe ka mësuar gjithë këngët të vjetra shqiptar dhe sidomos këngët e Vaçezelës dhe ka mësuar gjithë këngët nga Naimi. Në fakt, në fillim, të këndoj ishte një mënyra për të mësuar gjuhën shqipe më mirë. Naimi flet shqip perfekt, sepse ai e di gramatika perfekt dhe ka mësuar nga ai, për shembull, kallëzore, rrjedhore. Ke mësuar dhe gramatikën. Po, sepse ai është shumë i rrept. Mami e tij është nga Gjermania, por ka ardhur këtu kur ishte 6 javë, një bebë shumë i vogël. Ju jetoni të gjithë bashkë edhe me prindrit e Naimit, apo jetoni më vete? Po, jetojmë bashkë me prindrit e Naimit, si nusja shqiptare. Si nusja shqiptare. Ka qenë zgjedhja juaj, apo? Po, sepse në fakt është një shtëpi shumë i bukur. Jam me shumë fat që mund të jetoj atje, në fakt. Dhe është shumë e mirë sepse kemi një apartament e vetë në kati poshtë dhe prindrit janë lartë. Mund të shikojmë kur të duam, por nuk duhet të shikojmë çdo ditë nëse nuk duam. Por në fakt ata më pëlqejnë shumë dhe është shumë kënaqësi për mua të jetojmë bashkë. Një familje ku ka kultura të ndryshme, apo jo? Po. Të përcjella aty bashkë. Po, kemi shumë kultura të ndryshme vetëm në një shtëpi, sepse unë jam gjysmë indiane iraniane, babi Naimit është
lindur dhe rritur në Itali, por është iranian me origjinë. Mami e Naimit është lindur dhe rritur në Gjermani, është gjysmë gjermane, gjysmë iraniane. Kështu që kemi shumë, dhe kanë jetuar në Shqipëri më shumë se 30 vite që jetojnë këtu. Kështu që paka shumë ka edhe traditë shqiptare aty. Dua të di pak rreth këtyre gatimeve. Ti si nuse shtëpis, çfarë gatime sjell ose si është tryeza juaj? Në fakt, është pak e çuditshme, por më pëlqen shumë gatime kineze dhe japoneze. Komplet larg. Po, mami im bën shaka që unë jam adopted, unë jam japoneze, sepse vdes për kuzhinën japonez-kinez. Por edhe ditë... është një lloj tendence kam përshtypjen tek rinja e sot me kuzhina japoneze, koreane, kultura, ritualet. Por edhe unë ditë gatuaj pjatë indiane dhe pak pjatë persiane, por nuk më pëlqen shumë shumë spicy. Djekset, po. Ne do të aprovojmë pjatën tënde pak më vonë, sepse do të shkojmë më sarën edhe në kuzhinë, sepse gatimi është pasion për ty, apo jo? Po. Krahas muzikës. Po, gatimet shqiptare të pëlqejnë? Je njohur me to? Gatuar vjera për shembull ndonjë recetë shqiptare, duke qenë se ka 30 vite në Shqipëri, domosdoshmë që është dikuar nga. E di, po, më pëlqejnë për shembull pastishe, fasule, pispili, byrek. Por, unë mendoj se nuk dua të ofendoj, më falë, por mendoj se gatime shqiptare nuk ka mjaftueshëm shije për mua. Ndër të paktat në fakt raste të rralla që dëgjojmë, sepse turistët që vinë... Po, e di. Dhe në fakt, unë në fillim vdes për gatime shqiptare, por tani, pas 2 vite gjysmë, unë jam shumë kreativ me gatime dhe më pëlqen shumë gjëra të kripshme me gjëra të ëmbël. Kombinimi të kundërta dhe në shije. Po, për shembull, fruta dhe mish. Dhe mendoj se kuzhinë gatime shqiptare nuk është shumë kreativ. Por, kualitet e ingredients. I përbërësve të... Po, për shembull, perime që kemi këtu. I kemi sezonale, kemi bollok në perime. Perfekt, është shumë e mirë. Dhe shije natural e perimet është jashtë zakonshme e mirë. Do flasim pak për dasmat, sepse thash dasmat në shumës, duke patur parasysh që bashkë me Naimin keni bërë një dasëm në Shqipëri, një në Angli dhe tjetër në Indi, pra 3 dasma me 3 zakone të ndryshme, rituale të ndryshme. Cilat të kënaqi më shumë, të impresionoi më shumë? Cili ishin shumë të bukura në mënyrën të ndryshme. Në fakt, më pëlqeu më shumë dasma në Shqipërinë, sepse ishte shumë e relaksuar. Nuk ishte shumë e tradicional shqiptare, në fakt. Ishte në plazhi dhe ishte herën e parë që kam bërë valle dhe për mua ishte shumë e interesant, më pëlqeu shumë. Dhe po, kishte një atmosferë shumë të relaksuar dhe më pëlqeu shumë. Në Indi, në fakt, nuk kishim shumë kohë për të jetë me... Po kishit miqtë tu, kështu që aty edhe traditat dhe zakonet... Ishim vetëm për fotograf. Do më thënë, unë dhe Naimi ishte për fotograf për gjithë natën dhe nuk... Nuk e shijuat, aq shumë sa duhet, thjesht ishit në përballë aparatit. Po. Por dasma në Angli ishte shumë e bukur sepse të gjithë shokët e mia ishin atje dhe shumica e familjen time ishte atje, kështu që ishte Prindrit, familja ka ardhur në Shqipëri, ka parë ku ti jeton dhe njerëzit jeta që bën këtu? Po, prindrit e mi edhe shokët e mi kanë qenë këtu. Prindrit dhe vëllai vden për Shqipërinë, pëlqejnë shumë.
Në fakt, ishin këtu për Krishtlindjen dhe vitin e ri. Po, ata pëlqen shumë. Ndërkohë, me qenë se ke marrë dhe kitarën, ke përgatitur albumin tënd të parë, me këngë angleze, po ke dhe një në Shqip, apo jo? Po, edhe kam publikuar një single në Shqip. Në fakt, albumi ka 9 këngë që kam shkruar dhe kompozuar vetë, dhe kam regjistruar këtu, në fakt në dollapin tim, kam bërë në studio e vogël dhe kam regjistruar vokale atje. Në dollap? Po, kam krijuar një... E ku t'ishte ideja për të krijuar atë studion e vogël për të mos sepse studio kushton shumë dhe nuk kisha shumë buxhet për projektin, dhe në fakt e kuptova që rrobat ishte shumë mirë për sound absorption. Për përthithjen e zërave të ambientit. Po, kështu që kam bler një mikrofon dhe kam mësuar si të produsuar muzikën vetë, dhe kam kompozuar këngët, por teksti janë nga shkrimet Bahaj, dhe flasin për temat e unitetit, dashurisë dhe shpresës. Pra, kjo ka qenë frymëzimi edhe për albumin, tematika të tilla që ti përcjell. Po. Përveç se krijon muzikë, shkruan, i kompozon, punon edhe si dentiste këtu, apo jo? Po, në fakt tani punoj më shumë si muzikant, si këngëtare, por edhe jam akoma dentiste dhe donjëherë punoj në Angli, edhe punoj këtu në Tiranë, punoj në një klinik. Po, jam e hapur për pacientën, por edhe përpiqem të vazhdoj më shumë me muzikën, të tërheq më shumë muzika, pasioni për të krijuar këngë, për të shkruar këngë. Shkollën për dentiste për stomatologji e ke zhvilluar në Angli, apo jo? Po, në Londër, po. Në Londër. Mirë, ne do të kishim shumë dëshirë që me kitarën tënde të na këndoje diçka me atë zërin tënd të qetë, të shtruar, të bukur, edhe të na përcjellësh pak nota muzikore për publikun ton. Cilën këngë do interpretosh? Do të këndoj Ti më Jasini Gonxhe, sepse është shumë e lumtur dhe dua të sjell pak pozitivitet në studio sot. Shumë bukur. Ti më Jasini Gonxhe e bukur lozimi, ti më Jasini Gonxhe e bukur lozim. Nuk të gjindje qoqa, veç në kopshtin tim. Nuk të gjindje qoqa, veç në kopshtin tim. Hajde moj, beja moj, hajde lule, moj sheboj. Hajde moj, beja bukur. Kur këndon shqip duket sikur, dhe më thënë, nuk është e vështirë të ndjesh muzikën në gjuhën shqipe. Po, më pëlqen shumë muzikën shqipe. Në fillim ishte vetëm një mënyra për të mësuar shqip, por pastaj rash në dashuri. Dhe e kuptova që kur këndoj në shqip, më lidh shumë me popull shqiptar, dhe ata janë shumë të lumtur dhe shumë nostalgjik kur këndoj këngët të vjetra shqiptare, dhe dua të bëj njerëz të lumtur me muzikën tim. Si e ka pritur publiku shqiptar muzikën që ti këndon, këngët e tua, zërin tënd? E ke ndjerë këtë dashurinë e publikut? Po, dhe këndoj tani në disa lokale restorante dhe këndoj për popull shqiptar, edhe pak festivale kam kënduar dhe një konkurs. Është pasion i madh për mua. Jetë këto rrymat jazz, soul, dhe më thënë, këto rrymat të frymëzojnë më tepër? Po,
Nuk të ka rëmbryer kjo vala e muzikës komerciale? Po, në fakt, unë më pëlqen shumë soul dhe jazz, sepse jam rritur me soul, por kur këndoj në Shqip, dua të sjell pak frymëzyes nga ata, dhe dua të bëj versioni pak ndryshëm, versioni im kur këndoj në Shqip. Dhe më pëlqen të eksperimentoj pak me muzikën. Me muzikën, me rrymat, me ndërthurjen e tyre. Këndon në gjuhën indiane? Jo, nuk këndoj në gjuhën indiane. Këndoj vetëm në anglisht dhe tani pak në Shqip. Po dita si është, dita jote? Si nis dita për Sarën? Çfarë bën këtu? Tani, zakonisht, filloj me warm-up për vokale. Duke ngrohur pak kordat. Po. Çdo mëngjes e bën këtë? Po, përpiqem çdo mëngjes në dush. Dhe po praktikoj shumë, sepse dua të mësoj një këngë e re çdo ditë. Nuk e bëj çdo ditë, por përpiqem të mësoj një këngë e re në Shqip çdo ditë, sepse kam qef, por edhe më ndihmon të mësuar. Të përmirësosh pak më tepër gjuhën, që ti përsëri e flet pastër edhe. Ke mikesha, miq shqiptar? Po, e kam. Disa që kam takuar nga Naimi dhe disa që kam takuar vetë. Në fakt tani, sepse unë këndoj në disa vend të tjera, kam takuar shumë njerëz atje. Edhe me burin tim kemi një qendrën komunitare në lagjën tonë dhe kemi disa aktivitet për të rinjt dhe për fëmijët dhe kemi takuar shumë njerëzit si kjo. Dhe shumë e bukur, shumë komunitet i bukur. Ashtu, për të cilën edhe, është dhe feja në të cilën ju praktikoni, apo jo, bashkë me familjarët e Naimit, tuaj gjithashtu? Po, edhe kam takuar shumë njerëz Bahaj, sepse feja quhet Bahaj, por në fakt qendra komunitet nuk ka lidhje me Bahaj, është gjëra tjetër. Po që ka atë çfarë motivi apo çfarë mesazhi përcjell, çfarë qëllimi ka feja që ju praktikoni? Qëllimi është vetëm duam të krijuam unitet në gjithë botën dhe duam të filluam në nivelin e lagjën. Sepse e dim që nuk kemi mundësi për të krijuar unitet në një ditë. Bëjmë disa aktivitet për të rinjt, për fëmijët, me vlerë, me mesazhe uniteti. Po. Qartë. Keni menduar që të lëvisni nga Shqipëria në një të ardhme me Naimin, do ta ndërtoni këtu familjen tuaj? Po, duam të rrim këtu, ndoshta për gjithmonë, dhe duam të filluam në familje këtu. Avash, po. Avash. Jeni ende në atë vitet e para të martesës. Ne do të shkojmë tani në kuzhinë, sepse Sara na ka premtuar që do të na sjellë një recetë të traditës persiane. Po. Le të shkojmë në kuzhinë, ka publicitet fillimisht dhe ne shkojmë bëjmë gati përbërësit.